jetojnë edhe një kohë në pozicionet e tyre ekstreme dhe duket që ato interesin e tyre të ngushtë partijake kanë vendosë para interesit qytetarë, për ndryshe nuk di se si mund ta shoh këtë zhvillim, pra kemi dështimin e 23, nështë për këta gazetarët Hullum Tus kështë qenë mirë me pa, nështë po i ofrohen nga dalë rekordit Guinnessit për këtë drejtim. Mendoj që partitë politike janë më shumë duke punuar për zgjedhjet e ardhshme, të cilat nëse jo në vjesht, mendoj që në pranë vetë do të kemi gjithsesi, sepse dim që procedura e zgjedhjes së presidentit apo presidentes kërkon 80 vota dhe gjithçka çka janë të bo tash është veç se menaxhimi i mbetjes së fajit. Pra kujt do të mbetet faj për mos konstituimin apo për këtë zhagitje të konstituimit të institucioneve vitale, sepse në një fushat parazgjedhore, e cila do të vjen ose tash pavonuar ose dikun fillim të vitit të ardhshëm, nuk di se çka do të thojnë këto parti para elektoratit vetë, që kanë punuar në këtë kohë, përpos që do të tentojnë që fajnë për këtë zhagitje, për këtë humbjet një viti, sepse një vit sigurisht që do të humbim, të vishet partive apo partisë I përmendet edhe jo zgjedhjet, mundësin në shkuarje të zgjedhje, por nuk është që nuk i kanë dhënë në deklarimet e tyre, sidomos pas dështimeve të konstituimit, i kanë përmend zgjedhjet si partia në pushtet aktualisht, si dhe partitë ish opozitare në këtë rast. A mendoni që pavarësisht se çka ato po deklarojnë, duhet ndoshta paraprakisht të kenë një marrëveshje politike? Po në fund do duhet që të ketë, do duhet, sepse edhe për shpërndarjen e parlamentit, duhet që ky parlament të konstituohet, duhet që ta ketë një kryetar të tij, por se në një situatë të tillë mendoj që partitë do të ulen dhe do ta zgjedhin formalisht një kryetar, i cili në mbledhjen e njëjtë apo në mbledhjen e ardhshme do ta përmes një mocioni apo ekzistojnë disa forma, do të shpërndahet parlamenti dhe do të shkohet në zgjedhje të ardhshme. Në këtë fazë, unë po i ndëgjoj partitë politike ato vazhdimisht thonë që nuk është opsion për neve shkuara në zgjedhje, sepse vërtet ashtu edhe i desh me qenë, sepse nuk kanë çka më ofrua, por se mendoj që ato prapapede janë duke punuar në këtë drejtim, por ndryshe s'muna me kuptua këtë barikadim të tyre në dy pozicione ndryshme, shumë larg njëra tjetrës, dhe nuk po shoh asnjë lëvizje që të shkohet nga mesi ku do t'i zhdashur ato që të takohen dhe ta gjejnë një zgjedhje, sepse në fundit elektorati ka vendosur që një parti të ketë 42%, tjetra 20%, tjetra 18%, pra ka fol qartë, nuk ka desht, qartë e ka thonë kush duhet me qenë në kryet e institucioneve, por se në anën tjetër i ka thonë që ti duhesh më ullë edhe me kriju shumica, me gjetë partner, edhe me i formue institucionet. Në demokraci parlamentare nuk ekziston formula ose gjitha ose asgjë. Pra, duhet që të arrihet situata tilla, të arrihen shumica tilla përmes formave të ndryshme të koalicioneve, të cilat qëllimin parsor do duhet ta kishin që të shtyhen